Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Sky. Kryeministri i vendit Edi Rama vuri në fokus rëndësinë e paketës së maleve si një nxitje për industrinë turistike. Rama tha se mbështetja me financime për të investuar në kuadër të kësaj pakete i drejtohet kryesisht biznesit të vogël. Vjen mirë nëse kam shpjeguar si duhet paketën e maleve, sepse do duhet ta shpjegojmë shumë shpesh sepse ka shumë helm që hidhet çdo ditë këtu. Siç besoj mund ta keni parë, mund mos ta keni parë, rezistencën që u bë për një ndryshim krejt të thjesht për portet në parlament. Aq sa u vu alarmi edhe në Bashkimin Evropian, unë u qua nga këtu atje, se në këtë pikë, domethënë jemi i pari dhe unë jam i bindur i fundit vend kandidat në historinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian që eksportojmë baltë dhe helm nga kryeqyteti ynë drejt kryeqyteteve të tjera. Pra, flitet për çdo gjë në mënyrë të mbrapsht, sepse nuk kanë dhe faj, u bën kaq shumë vite që s'kan lidhje fare me punë të shtetit. Ndërkohë, besoj që në rastin tuaj problemi i legalizimit ka qenë lidhur me statusin e parkut kombëtar. Banka Shqiptare e Zhvillimit tani më po ndërton stafin e vet, ka marrë edhe zyrat dhe së shpejti do të jetë operacionale dhe do të na japi mundësinë që të mbështesim, pra përmes kësaj banke të mbështesim shumë iniciativa, sepse Banka Shqiptare e Zhvillimit ka si karakteristik, si gjitha bankat e zhvillimit, edhe atë pjesën e vetë misionit që mbështet edhe iniciativa që nuk janë shumë tërheqëse për bankat komerciale. Shpresoj që Bashkia e Tiranës të nxjerrë se është e fundit që ka mbetur pa nxjerrë zonat, sepse ndahen disa zona. Dhe pastaj procesi do ta lehtësoj edhe këtë pjesën e certifikatave. Walt Disney thoshte dallimi midis ëndrës edhe realitetit është projekti. Do deri tani e ke ëndra, kur bësh projektin ta sjellësh, aty futemi në realitet. Nga ana tjetër, Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Ibrahimaj tha se në mbledhjen e radhës të këtij këshilli u shpreh duke thënë se në këtë drejtim ka ende sfida kryesore që kërkojnë pikërisht adresim të caktuar. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, njëkohësisht kryetare e Këshillit të Investimeve Delina Ibrahimaj, drejtoi mbledhjen e radhës të Këshillit të Investimeve, ku në fokus të diskutimeve ishte siguria juridike e pronës. Në hapje të fjalës së saj, ministria u shpreh se kjo çështje mbetet ndër më të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendit dhe për forcimin e klimës së investimeve, veçanërisht në një kohë kur Shqipëria ka ndërmarrë reforma të rëndësishme në drejtim të digitalizimit dhe përmirësimit të shërbimeve publike. Duke u ndalur te fusha e pronës, Ibrahimaj theksoi se reforma duhet të shihet si pjesë e një qasjeje të integruar, pasi ndikon drejt për drejt në sektor kyç të ekonomisë si bujqësia, agrobiznesi, turizmi, ndërtimi dhe investimet strategjike. Ajo evidentoi progresin e arritur në regjistrimin e pronave dhe digitalizimin e të dhënave, përfshirë edhe përpjekjet e vazhdueshme të kadastrës për modernizimin e shërbimeve. Megjithatë, ministria theksoi se mbeten ende sfida konkrete që kërkojnë adresim. Në këtë kuadër, ajo nënvizoi se reformat në kuadrin ligjor dhe në agjendën e rritjes synojnë përmirësimin e cilësisë së shërbimeve, rritjen e transparencës dhe ndërtimin e një sistemi të besueshëm dhe funksional. Gjatë mbledhjes, ministri ndau gjithashtu me pjesëmarrësit nevojën për forcimin e qëndrueshmërisë institucionale të Këshillit të Investimeve, duke synuar ndërtimin e strukturave që mund të funksionojnë në mënyrë të pavarur dhe afatgjatë. Në këtë drejtim po shqyrtohet mundësia e bashkimit të disa këshillave të biznesit në një strukturë të përbashkët me qëllim rritjen e efektivitetit dhe koordinimit. Sipas saj, Këshilli i Investimeve mbetet një nga strukturat më profesionale dhe funksionale dhe synimi është zgjerimi i rolit të tij si një platformë rëndësishme konsultimi. Ibrahimaj theksoi se reforma e pronës ka ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik, në rritjen e investimeve dhe në forcimin e besimit të sipërmarrjes, duke nënvizuar rëndësinë e përkthimit të saj në rezultate konkrete për qytetarët dhe biznesin.
Shqipëria importon një pjesë të konsiderueshme të madhrave nga 10 eksportuesit më të mëdhenj të botës, të cilët dominojnë tregtinë globale. Madhrat kryesore që vijnë nga këto ekonomi janë automjetet, makineritë, pajisjet elektrike, karburantet dhe produktet farmaceutike. 10 ekonomitë që dominojnë eksportet globale janë edhe ndër furnizuesit kryesor të madhrave që hynë në tregun shqiptar. Sipas të dhënave të përpunuara nga Visual Capitalist për vitin 2025, eksportuesit më të mëdhenj në botë janë Kina, Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Holanda, Hong Kongu, Japonia, Italia, Korea e Jugut, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Franca. Analiza sipas kapitujve të madhrave tregon se janë disa kategori që përbëjnë peshën më të madhe të importeve nga këto gigantë të tregtisë botërore. Në krye qëndrojnë mjetet e transportit që përfshin automjetet dhe pjesë këmbimi, një kategori që shfaq vlera shumë të larta nga importet si Gjermania, Korea e Jugut, Italia dhe Shtetet e Bashkuara. Një tjetër grup me peshë të madhe janë edhe makineritë dhe pajisjet mekanike, si dhe pajisjet elektrike dhe elektronike, të cilat furnizohen kryesisht nga Kina, Gjermania dhe Italia dhe lidhen drejt për drejt me aktivitetin industrial dhe teknologjik në vend. Ndërkohë, një pjesë e rëndësishme e importeve lidhet me lëndë djegëse minerale dhe vajra të domosdoshme për funksionimin e ekonomisë dhe me produkte farmaceutike apo ushqimore, që përbëjnë një kategori me vlerë të konsiderueshme. Por çfarë madhrash vijnë nga ekonomitë më të mëdha eksportuese të botës? Nga Italia, Shqipëria importon kryesisht mjete transporti, makineri, materiale industriale, produkte ushqimore dhe artikuj të ndryshëm të industrisë së lehtë. Nga Kina dominojnë pajisjet elektrike dhe elektronike, makineritë, plastika, mobiljet dhe mallat të ndryshme konsumi, duke e bërë këtë vend një furnizues të rëndësishëm për teknologjinë dhe pajisjet e përditshme. Importet nga Gjermania përqendrohen automjete, pajisje mekanike dhe produkte farmaceutike, ndërsa Korea e Jugut shfaq peshë të lartë sidomos në mjetet e transportit dhe pajisje teknologjike. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Franca vijnë një sër produktesh industriale dhe teknologjike, përfshirë pajisje të specializuara dhe produkte farmaceutike. Ndërkohë Holanda, Japonia, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Hong Kongu kontribuojnë në mallat të ndryshme industriale, teknologjike dhe energjetike që plotësojnë nevojat e tregut shqiptar. Çmimet e produkteve bujqësore kanë rënë ndjeshëm krahasuar me disa ditë më parë. Televizioni Skan ka kryer një vëzhgim në tregjet e kryeqytetit ku çmimet thuajse janë përgjysmuar. Pas një rritjeje të fortë që u reflektua në mënyrë të drejtë për drejtë në shportën e konsumatorit para pak javësh, çmimet e fruta perimeve në tregjet e vendit kanë nisur të bien. Televizioni Skan ka kryer një tjetër vëzhgim në tregjet e kryeqytetit, ku aktualisht çmimi domates është mesatarisht 200 lek për kilogram, ndërsa qytetarët kanë alternativa të zgjedhin edhe produkte më të lira. Kastravecët po tregtohen me një çmim maksimal prej 100 lek për kilogram, specat e gjelbër 200 lek për kilogram, ndërsa specat e kuq kanë një çmim maksimal prej 350 lek, brokoli dhe lule lakra rreth 150 lek për kilogram, barbunjat 300 lek për kilogram, karrotat rreth 130 lek për kilogram, ndërsa produkte si qepa dhe patatja duket se janë produktet e vetme që nuk reflektuan rritje. Edhe konsumatorët e ndjejnë diferencën, megjithatë shumë prej tyre shprehen se sërish hasin vështirësi në blerjet e tyre të përditshme. Matet, specat shumë, mashurka, po kanë rënë, po ne pensionistët se marrim dot. Katastrofë. Pensionet 100.000 lek. Kemi doblim, sa me majtë barkun gjallë. Luhatën. Nuk po i morin vesh i çfarë, herë 4.000, herë 2.000, herë 1.500, kanë rënë, krahasim, kanë rënë se i prishi dhe koha. Unë për shembull për veten time nuk pyesë se u dahaba. Ushqimi është njëshi. Tjerët janë masënif. Pensionist, po mos kemi fëmijë asgjë s'përballë. Kjo rënje e çmimeve lidhet edhe me hyrjen në treg të prodhimit vendas sezonal, çka ka reduktuar varësinë nga importet. Për gjatë muajit mars të këtij viti, importi i perimeve arriti në 9.24 milion kilogram, niveli më i lartë regjistruar ndonjëherë në 4 muaj në seri, ndërkohë që vlera totale është rreth 524 milion lek. Importi i perimeve në vend arriti një nga nivelet të më të larta historike gjatë muajit mars të këtij viti, duke reflektuar një rritje të ndjeshme të furnizimeve nga jashtë në një periudhë kur kërkesa në treg mbetet e lartë. Muaji mars i këtij viti ka prekur vlerën më të lartë të importeve të perimeve në peshë që nga muaji janar i vitit 2005 tregojnë të dhënat e Instat. Shifrat flasin se në mars u importuan rreth 9.24 milion kilogram perime, me një vlerë totale prej afërsisht 524 milion lekësh. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, importet në peshë rezultojnë me rritje në 3.2%, ndërsa krahasuar me marsin e vitit 2024, rritja arrin në rreth 12%.
Ky nivel përbën një nga vlerat më të larta të regjistruar ndonjëherë në muajin mars, duke pozicionuar këtë muaj mes periudhave me intensitetin më të madh të importeve të produkteve bujqësore. Rritja e importeve lidhet zakonisht me periudhën e tranzicionit të prodhimit vendas, kur një pjesë e kulturave bujqësore nuk kanë hyrë ende në prodhim të plotë dhe tregu mbështetet më shumë në furnizimet nga jashtë. Në të njëjtën kohë, çmimi mesatar i importit për muajin mars të këtij viti rezulton në 56.7 lekë për kilogram, duke shënuar një nivel më të ulët krahasuar me disa vitet më parshme, çka mund të ketë ndikuar në rritjen e volumit të produkteve të importuara. Të dhënat historike tregojnë se muajt e parë të vitit, veçanërisht shkurti dhe marsi, janë tradicionalisht ndër periudhat me nivelin më të lartë të importit të perimeve, pasi prodhimi vendas është ende në fazat e para të sezonit bujqësor. Bankat në vendin tonë nuk kanë ndryshuar kushtet e kreditimit për bizneset në fillim të këtij viti, duke mbetur të kujdesshme dhe selektive, ndërsa kërkesa vjen kryesisht nga bizneset e mëdha, ndërkohë që individët janë lehtësuar për kredinë e tyre konsumatore. Bankat në Shqipëri nuk kanë ndryshuar kushtet për kreditimin e bizneseve në fillim të vitit 2026, ndërsa për qytetarët është bërë më lehtë marrja e kredive për konsum. Për bizneset, bankat nuk kanë bërë ndryshime të rëndësishme në politikat e kreditimit. Kjo do të thotë se kushtet, kriteret dhe rregullat për marrjen e një kredie kanë mbetur pothuajse të njëjta si në fund të vitit të kaluar. Edhe shkalla e miratimit të kredive është ruajtur në të njëjtat nivele. Megjithatë, bankat vazhdojnë të tregon të kujdesshme dhe të kenë tolerancë të ulët ndaj rrezikut, pra janë selektive në dhënien e kredive. Nga ana tjetër, kërkesa për kredi nga bizneset ka shënuar rritje, por kjo rritje vjen kryesisht nga bizneset të mëdha. Këto të fundit kanë kërkuar më shumë financim për të mbuluar investimet dhe nevojat e tyre për aktivitetin e përditshëm, ndërsa bizneset e vogla dhe të mesme kanë treguar një kërkesë më të dobët për kredi. Për individët, situata paraqitet më lehtësuese. Bankat kanë zbutur kushtet për kredit konsumatore, duke e bërë më të lehtë marrjen e kredive për blerje, shpenzime apo nevoja personale. Kjo është pasqyruar edhe në kushtet më të favorshme, si shuma më të larta kredi apo afate më të gjata shlyerje. Ndërkohë, për kredit për blerje banese, kushtet kanë mbetur kryesisht të pandryshuara. Se i përket kërkesës së individëve, ajo ka qenë e përzier, ka pasur rritje të kërkesës për kredi konsumatore, ndërsa kërkesa për kredi për blerje banese ka rënë. Kjo lidhet kryesisht me disa vonesa në zbatimin e rregullave të reja dhe kufizimin e tregut në pasurive të paluajtshme. Po ashtu, bankat kanë raportuar një rënje të lehtë të miratimit të kredive për individët, kryesisht për shkak të historikut të kreditit dhe gjendjes financiare të aplikantëve. Në vijim, pritshmëritë janë më pozitive. Bankat planifikojnë të lehtësojnë më tej kushtet e kreditimit në tremujorin e dytë të vitit, sidomos për bizneset e vogla dhe të mesme, si dhe për individët, si në kredit konsumatore, ashtu edhe në ato për banesa. Në të njëjtën kohë, pritet që kërkesa për kredi të rritet si nga bizneset ashtu edhe nga qytetarët. Sistemi bankar mbetet i qëndrueshëm dhe konkurrues, ndërsa muajt në vijim pritet të sillin më shumë mundësi financimi për ekonominë dhe për qytetarët. Don Bosco, Astiri dhe Bulevardi i Ri janë ndër zonat me kthimin më të lartë investimit nga qiraja në kryeqytet, me rendimente që variojnë nga 6 në 6.4%, ndërkohë që zona e Zhbllokut ka rendiment më të ulët. Një ndër format e investimeve që shumë njerëz zgjedhin të bëjnë është edhe blerja e pronave për qira, duke marrë kështu një pjesë të parave të cilat kthejnë mbrapsht investimin. Ky kthim i investimit varet nga shumë faktorë, por kryesisht Shqipëria mbahet si një nga vendet ku kthimi i investimit mban nivele të larta, pasi krahasuar me Europën ka çmime më të ulta të banesave. Gjithsesi, kjo gjë ndikohet nga shumë faktorë, si lloji pronës, investimi i brendshëm i saj, si edhe vendodhja. Sipas të dhënave të Investropa, Don Bosco rezulton lagja me kthim më të lartë të investimit nga qiraja në Tiranë. Rendimenti bruto i qiras arrin në 6.4%, që nënkupton përqindjen e të ardhurave vjetore nga qiraja në raport me çmimin e blerjes së pronës, pa përfshirë shpenzime si mirëmbajtja, taksat apo kostot e tjera operative. Menjëherë pas Don Boscos renditet Astiri, si një tjetër zonë me interes të lartë për investitorët, për shkak të balancës me çmimit të pronës dhe të ardhurave nga qiraja. Edhe Bulevardi i Ri paraqet potencial të mirë, duke u renditur në vendin e tretë për rendimentin e investimit, çka e bën një nga zonat më të kërkuara në zhvillim. Po ashtu Pazari i Ri pikat me një rendiment bruto rreth 6.3%. Duke mbetur një zonë e preferuar për investime në prona të vogla dhe afat shkurtra. Në zonat bregdetare, Golemi ofron gjithashtu një kthim tërheqës prej 6.2%, ndërsa në lungomare rendimenti bruto i qiras zakonisht qëndron në rreth 5.7%, indikuar nga sezonaliteti i turizmit. Ndërkohë, për sa i përket lagjeve ku kthimi i investimit nga qiraja rezulton më i ulët, Blloku është një nga zonat që spikat në këtë kategori. Kjo lidhet kryesisht me faktin se çmimet e pronave në këtë zonë janë shumë të larta, ndërsa tregu i qirave nuk rritet në të njëjtin ritëm, duke krijuar kështu një raport më të ulët mes të ardhurave nga qiraja dhe vlerës së investimit. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se Blloku nuk është një zonë tërheqëse për investime.
por më tepër se rendimenti mesatar nga qiraja është më i ulët krahasuar me zonat të tjera të Tiranës. Duhet theksuar gjithashtu se këto dhëna përfaqësojnë një mesatare të përgjithshme të tregut dhe mund të ndryshojnë ndjeshëm nga një pronë në tjetrën. Qytetarët shqiptar kanë paguar rreth 88 milionë euro tatimit të ardhurat personale për gjatë muajit mars të këtij viti, që buron kryesisht nga pagat, por edhe nga qirat, ndërkohë që autoritetet e lidhin këtë rritje me efektet e formalizimit të ekonomisë dhe përmirësimin e administrimit tatimor në vendin tonë. Qytetarët shqiptar kanë paguar rreth 8.8 miliard lekë apo 88 milion euro tatim mbi të ardhurat personale gjatë muajit mars 2026, të ardhura që burojnë kryesisht nga pagat, por edhe nga qirat afatgjata dhe ato përmes platformave si Airbnb dhe Booking. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, ky zë ka tejkaluar planin me 24%, duke konfirmuar një performancë pozitive të ardhurave buxhetore për këtë periudhë. Autoritetet e lidhin këtë rritje me efektet e formalizimit të ekonomisë dhe përmirësimin e administrimit tatimor, duke theksuar se është rritur deklarimi real i të ardhurave nga individët dhe bizneset. Sipas administratës tatimore, ky zhvillim përbën një hap konkret drejt reduktimit të informalitetit dhe rritjes së kontributeve. Një ndikim të rëndësishëm duket se kanë pasur edhe fushatat kundër informalitetit të ndërmarra gjatë vitit 2025, veçanërisht në drejtim të luftës ndaj nëndeklarimit të pagave. Kjo ka shtyrë sipërmarrjet të rrisi nivelin e deklarimit për pagat e punonjësve. Po ashtu vendosja e pagave të referencës në sektor si turizmi, ndërtimi dhe së fundmi shëndetësia, të konsideruar ndër më problematikët për informalitet, ka ndikuar në rritjen e pagave të deklaruara dhe përrjedhoi edhe të tatimit të paguar. Në rritjen e të ardhurave nga TAP ka ndikuar edhe rritja e pagave në administratën publike, gjatë 2 viteve të fundit, ku paga mesatare ka kaluar nivelin e 900 eurove, duke rritur automatikisht dhe detyrimet tatimore. Ndërkohë një tjetër faktor është dhe zgjerimi i tregut të qirave, veçanërisht atyre afatshkurtra të lidhur me zhvillimin e turizmit. Rritja e numrit të pronave të dhëna me qira përmes platformave online ka sjellë më shumë të ardhura për individët dhe si rrjedhoi më shumë tatim të paguar. Në totalin e të ardhurave nga TAP përfshihen dhe të ardhura nga interesa bankare, megjithatë pjesën më të madhe vijojnë ta zënë të ardhurat nga pagat. Shqipëria ka përparuar ndjeshëm në përhapjen e internetit dhe përmirësimin e infrastrukturës digjitale, megjithatë vendi mbetet pas në aftësinë digjitale dhe përdorimin e teknologjive të avancuara nga qytetarët shqiptar, por edhe bizneset. Shqipëria po përparon në përdorimin e internetit dhe infrastrukturën digjitale, por mbetet pas në aftësi digjitale dhe në përdorimin e teknologjisë nga bizneset. Sipas raportit më të fundit për indeksin e ekonomisë dhe shoqërisë digjitale për Ballkanin Perëndimor, në vitin 2024 rreth 86% të popullsisë përdorte internetin, në nivel i lartë dhe afër mesatares së rajonit. Megjithatë, kjo nuk përkthehet në aftësi të mjaftueshme digjitale. Vetëm 23% e qytetarëve kanë aftësi bazë digjitale, shumë më pak se mesatarja e rajonit dhe larg Bashkimit Evropian, ndërsa ata me aftësi mbi bazën janë vetëm rreth 8%. Edhe numri specialistëve të teknologjisë mbetet i ulët. Nga ana tjetër, bizneset po tregojnë më shumë interes për trajnime, me rreth 22% të tyre që investojnë në aftësimin digjital të punonjësve. Në infrastrukturë, situata është më pozitive. 98% e familjeve kanë akses në internet, ndërsa përdorimi i linjave fikse me shpejtësi më të lartë është rritur ndjeshëm. Megjithatë, teknologjitë më të avancuara mbeten të kufizuara. Interneti ultra i shpejt mbi 1 gigabit për sekond përdoret nga një pjesë shumë e vogël e familjeve dhe rrjeti 5G është ende në fazat e hershme, pavarësisht nisjes së shpërndarjes së frekuencave në fund të vitit 2024. Sa i përket bizneseve, rreth 41% e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme kanë arritur një nivel bazë digitalizimi, por kjo është ende më borë se mesatarja e rajonit dhe BE-s. Përdorimi i teknologjive të avancuara si cloud, analiza të dhënave dhe inteligjencë artificiale po rritet gradualisht, por mbetet i kufizuar. Vetëm 9% e bizneseve përdorin inteligjencë artificiale. Si përfundim, Shqipëria ka bërë përparim të dukshëm në përhapjen e internetit dhe investimet në infrastrukturë, por sfida kryesore mbetet rritja e aftësive digjitale të qytetarëve dhe përdorimi më i gjerë i teknologjisë nga bizneset. Në fund të këtij edicioni, kujtoj se për më tepër informacion, ju mund të klikoni dhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, në banka, sigurime, tregjet financiare dhe të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.